Ti, ki shef me kon e pranishme, te historia e çdo njonit, te debati e çdo njonit, edhe biseda e çdo njonit. Po kisha qef t'je me gjithë, Olba, ti ki s'kisha qef t'jemi vetëm ne të dyja për momentin. Po t'kërkojnë me se kon do me rrini muhe. pastaj më vonë vetëm ne të dyja. A bona diçka une mënyrë dhënshme? Jo. Atë kopa për kroa? Po s'ka lidhje me ty. Po, a më stuj... Unë vetë me dëshirën ti me pranova, pastaj kisha qef t'rim gjithë bashkë. Unë e kum lexu natyrën tone. Ti këtu qëndron për mi ngacmu nervat e çdo njonit. Po, patjetër. Ti e din që veprimet e tua janë të gabushme dhe mund është mi përmisu gabushme, cilat veprime më janë gabushme. Je që mëngjes, shambull, nuk kom qëllim me mbrojt Benitën, më më thoma sa nej avokate që avokate, nuk kom qëllim. Vetëm po të hapë si shambull, se nuk kom qëllim me mbrojtën. Mirë keq kjo se zoja vetet e mbron vetën. Që ka bë Benitës mëngjes? Je që të pshamlirë dhe tëne, do është me tentu me prejku se diçka, po une... Po të mund aty a bëjmë atlitarin. Te une smujte. Te une smujte, se une ke shut. Të gjithë duat a bëj. Une ke shut. Edhe të kom vëzhgu të natën që ke bëhe. Po, edhe labit i kom thonë qupë për cile. Une nuk po du se... A, ti pas ke thënë labit që po mërun të labit mu kur dal nga tualeti. Une i kom thonë. Da shkape për cile, dhe më thonë mos po prejk ose mos po kop diçka. Se naj... Edhe qarë zbuluat qarë bëhe? Jo, une si kom tentu më të zbulu. Se unë me tentu më të zbulu... Dërko që unë isha thjesht duke qurë robat e mija, duke vesh me pijame, duke pastru vetën time, higjienën time... Me bo, që të thashtë edhe ma herët dhe po thëmë prapë. Me bo më ta mësyën më zë ma keq. Po mi me hajde, me zë ma keq, po qa të zdesh me shkurta? E kom fjallën që su... Kur do për planit i më qef make-upet prap, po se më qef më make-upet, as për shkirët. Nuk ta ku mësy, Lushkame, nuk ta ku mësyje. Qatë që ke bu në s'ko pos as një reagim. E po mësyje shkurta. Po as një reagim. Jënë kollë ku ferat, e po mësyje edhe kemi për ta pa. Ti ke reagu, unë s'kom reague. I ke morë do më thonë ngrimet, make-upin. Po si kam prish unë, shpikan qënë. Unë s'kom reagu, se unë kom një edhe ku ferat. Shpikan qënë. Kom një edhe kërë që me Najlirin, edhe kom një kaj ke quë edhe ku ferat. Jo, Najliri s'ka pas lidhje fare me këtë muhabet. Ka dash marrë pjesë, po se kam pranun. E keni nis bashk. Jo, se kemi nis fare bashk. Pa më rak, se unë i pranoj gjërat. Najliri më vinte mua para mbrapa, dhe aja s'po e kuptonte se qa po bëja, ndërkohë që po mundoshte të zbuloj se çfarë po bëj. Kur i mor vesh Najliri të nesërme që ishim qef make-upet, aty ja kapi media që ti Alba e pas ke pas planin e make-upeve. Dhe sa për informacion, Najlirin e përdora me qëllim, kuptimin që të mendojnë dyshojnë njerëzit të Najliri. Po me më qefje ti bëj me tendencë. E vërtet, është unë e kam pranu. E kam pranu. Edhe nuk e di që kia qëndrushmëri. Cilën qëndrushmëri? Qëndrushmëri që ka të shumë, do më thonë, për rash me çdo njeri, edhe nuk besoj që ka një banur. Se ti mendon se përlamen unë e bëj me tendencë? Unë përlamen. Jo, unë e di që vinë tensionin e bëj se ndihet realisht. Lojrat i bëj me tendencë, di. Alba, ka gjona që vinë mënyrë spontane, a më ka dhe gjona që ti ju prinë për me arqë aty. Se qëllimi jutë është mi të razu ujrat dhe të spilon njerëz rahat edhe mi nga cmu njerëva. Kam qef bëj shaka. Ti ato që e din që njeriut i pengon, ti e bën në mënyrë të qëllenshme e përsërit. Po me se bëj me plan. Unë e pranoj këtë gjë, unë e bëj me plan lojën. Qëre, ti ki kapaciteti me dosh këtë veti e ndryshon, po s'do me ndryshu. Po kam qef bëj edhe këtë gjë. Po mirë dhe unë s'po thëmë, bëne, Po unë e pranoj që e bëj me plan. Unë mendojmë gjithë natën që e bëj diçka. Qato që ke bu, musë më ka pengu kur gjo. E po, që ka? Edhe s'ko më reague. Vesh po të thëmë që ti e kije tendencë nervat mja u zekrov njerëze. O, shkurta, pse i kapi nervat shembul Benitës, që ja bëjtë e hunda, është mua bet tjetër të shi. Unë i bëj gjërat për qesh. Unë se ku akmor kërkojt. Deri më sot. Po ti vete këtë thonë, nuk kam thënë për fjallet e tuja. Po anë thënë, po veprime se ku buas njere. E se di, jo, edhe ke bërë. Me labin e ke bërë. Qaj ku bu? Po labit ka fol, ti i ke fol. Qka, kjo akmorjo kjo? Po, kur ja bërë gjërin... Ku është akmarja? Po, ka lidhje. Ku është akmarja? Akmarja është relative, nuk do të pa tjetër sasia. Labi fol, ti fol. Ato ku makmerë në ty najsen? Mirë. Që ko njëri? Ja ku bashkut juve u bë partnerë tani. Po tani a gjë e pam të dy. Ajo vetë një vetë. Karavani e zvetë, nuk e një kërkom të. Ti e kun dëshimtore që lobi kur më ka afru muhe, unë e pos hajgare kun bu me ta. A gjë e pam gjithë që sa u futa i në prime, ti gjëra që ti ka bëj jashtë, ti direkt aty në mes të prime, ty shuk që ja përmend edhe moralin. Se më të ishe kërkoj falje. Po unë nuk ja bëra hakmarjen. Ata boni edhe ty. Po unë nuk i bëra hakmarjen. I bëra unë hakmarjen. I bëra unë hakmarjen. Shëqyr që e provove vetë, ma beson tani edhe muhe. A i bëra unë hakmarje, se ta hakmarja ishim flasin një për hakmarjen. I qite muri e ashtu, po më mirë muri se sa hakmarjen. Us do bi as njërë nivelin ati me gjërat që i bëna i. Po s'mujte me vazhdu. Ti re. Qa re?
Nivelin ati. Unë e kaset kom bëri dërru. diçka ti ja ktheve. Po qëllim s'kom dërru. Hakmarrje. Ti s'po fleku hakmarrja. A u përgjesh njëri që s'ka hakmarrja? Ati bëra i gjërat jashtë, a i sa erdi këtu banori ri, ti direkte bam, 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 bam. Po ta boni edhe ty dhe aboni edhe gjithve. Edhe ty ta boni. Edhe qarë unë i hakmora? E provove pak, ti që the që unë bëj hakmarrje, ja ku e ke bërë një hakmarje. Nga më shpak. Unë bafi preva këmbët, dhe nuk me me hakmarje. Ti që i e drejt, më thëshe mu kërkoj falje. E kur e hongre që ato që kom hongre une, tani që te muri. Po ti the informacion nga jashtë. A keni në ardhë Ti the informacion nga jashtë. A keni në ardhë ne nuk mund ta dim a është vërtet informacioni nga jashtë. Po tek që se din që s'është vërtet i s'ki drejt më thonë mu kërkoj është me dëshmi në kamera që është vërtet. Tek që se din a është apo s'është vërtet i s'ki drejt më thonë mu kërkoj falje. Kërkoj po falje normalisht me informacione nga jashtë. Ose Abraham, për më thonë mu kërkoj një kërkoj falje, ti dosh më thonë mu ose thuajni menaxherëve tuaj të rrjeteve sociale të bëj screenshot dhe ti vërtetoj me fakte, se pa fakte nuk do flasim. Ai e dëshmtare. Me fakte po. Pa je dëshmëtore, qa u buja është, a je dëshmëtore? Me fakte po, unë të vetja ime. Jo, te ty nuk kemi fakte. E pse po më thu kërkoj falje? Ti edhe s'pedin cili ka fajë, që më thu kërkoj falje. janë zore një informacion nga jashtë në çështje morali. Edhe ty po ti nxjerrë, ati nxjerrë bia dje. Me fakte. Ta nxjerrë, ata nxjerrë. Ta nxjerrë, ati që e ku në ferma, ta nxjerrë. Edhe qarë nxori pat, gjëdin gjithë publiku që kam qënë ferma. Po tash edhe na e dina, po nëse kom nxjerë kur për gujës. As nuk e nxirë, jo për ty për kërkan. Po mime ajo do penalizohet për vetën e vetë që përdor informacione nga jashtë. Po lobi ato që ka bu është linë brana informatit. A kam nxirë unë e gjoj informacion nga jashtë? Sa sa ju kumë përdor në aeron i suri juve? Po pse më e nxori bia? As njove. Edhe sa do që komunë qëndrim që tonë s'ka shansa me përdor informacion të njëri gjohë. Shkuta që po i ngatron, ja tani do e krasojmë rastin tënë dhe të bias. E nxori të informacioni nga jashtë, duhet kërkosh falje. E nxori ajo informacioni nga jashtë, edhe ajo duhet kërkoje falje. S'kom pse me kërku falje. A kërkoni, as kërkoni është muhabet tjetër. Hakmarja është nivel tjetër. Ti e bërë për hakmarje, unë ja preva këmbët, ja bëra murin. Unë nuk bëja hakmarje, se unë nuk e prish vetën time, pse tjetëri e prishi vetën për mu. Labi, nëse unë e ta ceko ty një sen, ajo ka të bëj me atërmbetje, po nuk ka të bëj me hakmarje. Hakmarje është se ja bërë me qëllim t'ja përmendesh me sprajmit. Qatë kom zero në ty labi prej joshtit, atë kom zero në i sen ty sen. Po ti janë zërë më të madhe si pas teje. Jo, ajo është personalisht me muë. A mu kur janë zërë ti sen, që një faktujtë në diçka tjetër. Me ty apo jashtë? Po kjo lidhët me muë. Jashtë. Qëre, bijës për shamë, në ndrysh pak, bijës me që ato që ta ka përmen ty, se lidhë bijën kur gjo, për shamë. Jashtë më e bija. Si lidhët kur gjo? Po edhe me ty po jashtë. A që to, ndëm që apë thëmë, që to. Qa, unë e vijë ku je ti? Se është problem, se unë jam këtu shpi. Po. Ta shka me po? Një diçka që më lidhët personalisht muë e flasë. A më të tjere që s'lidhët kur gjo me muë e s'klasë. Të kam thënë të lutën dalu. Jo nuk respektoje që po do t'ju dalë. Sot është emisioni jem të ti. Unë e di këtu që kini pas të ndashur dy qërë. Bile një këmë paralel me u që shke që anë pretë mu ju pretë dhe juve. Se se qesi. Ja pra stili hakmarjes. Qa ju pretë ju edhe mu, stili hakmarjes. Numërojnë në gabimin? Po. E një radhë pak. Tone, a bërë një piti më të abo? Nëse një njëri ka po një gabim drejtë me e, edhe unë jam numëroj vëq gabimin. A mu nuk i kthej kur gjo dhe si bëj kur gjo. A që të akmarje? Jo. E po? E po? Akmarja është kur të kërkoj noti, edhe kur qirë që ki noti edhe do mu akmarje. Po, unë asë i kumë përmen për shamu lobit sen nga jashtë, asë kur gjo. Labi, koj noti. është njëri me noti. Unë e kom cek, veç ato që lidhët me muë. Edhe kjo ka i noti, po e ka një noti inteligente. Sa atë që bëri kjo që i nëzori informacione nga jashtë në raportin e të dyve s'ka lidhje me hakmarjen. A i ka pri për jashtë për është informacion nga jashtë dhe nuk përmende. Pa e ka përmen formatin. Nërsa mua jo që ndodhi, ishte që ndodhi këtu, edhe ja vendova stopin. Qaj për jashtë lidhët me qitë format. Une funksionova në diçka që ndodhi këtu. Ju funksionova në diçka që ju ka ndodhë për jashta. Dhe është informacion nga jashtë. Rejtë më shkurta. është informacion nga jashtë ku meresh me gjërat nga jashtë. Dhe ti e bërë me qëllim, me publike. Publike, bisedat e juja, ndërmjet që i përmendet ti nuk kanë qënë publike. Bisedat e këtë njëre kom taku e 5 minuta. Televizionë dhe kur njëse kom taku e. Mesazhet me zemra është bised. Po s'kom po bised. Dhe a ke pas ke bësh mua me tjetër, po flasë për bisedën që është në Instagram. Momentin që s'këthem për gjigje nuk është bised. Qati bised. Për këthimi. është i qati hapur. Qaj të
të ka dërguar zemër. Kur njëri shkruan edhe ti si shkruan kur? Po bisedë është bisedë. Është një ansore. Në gjuhën e Instagramit është bisedë. Është bisedë. Bisedë shuhet kur është e dy anshme, a do ta them fjalën chat anglisht? Okej, chati që është hapur. S'kom shkruan e kur. Po ekziston një chat edhe pse ai shkruan në Instagram ty? Po kush tha që ti ke shkruajt? Po kush tha që ti ke shkruajt? Po bisedë shuhet kur ka fjala bisedë e Instagramit, chati, biseda. Po s'ka bisedë kur është vetëm një figurë. S'është biseda ajo. Shkurta. Fjala chat në Instagram në gjuhën shqipe është bisedë. Unë vjen keq, po ti. Jo bisedë bashkë ngjitur. Olpa, unë ty pa në Instagram kur dikush të shkruhet, hapet një chat. Fjala chat do të thotë bisedë në gjuhën shqipe. A mund vjen keq, po je pa aft për me dhullën si me role. Unë ja the fjalën e chatit në shqip. Je pa aft. Po kjo po më thotë sikur unë po i them pse ti bisedu me. Autofol njeri, gë. Po ja përgjigjen e s'do me dëgju. Ty nuk gaj mos se ti nuk dle me fol. Po vazhdo prate. Shumë meriton. Ibro, chati, o shkurta, mos ta marrë fjalën bisedë, se nuk ta thash ta pyetje. A quhet bisedë kur njëri ty dërgon figurë dhe ti s'ja ke kthy kurrjet? Ore, i kisha përkthimin e fjalës chat. Ty një zemër ose një figurë, një diçka, edhe ti s'ma ke kthy kurr. A quhet bisedë? Jo, unë ja thash fjalën bisedë chati. Chati në shqip është bisedë. Po është bisedë, o zemër. Po kjo mendon sikur unë po i them që ti ke biseduar edhe vazhdojnë njëri me tjetrin. Shkurta. Unë vjen keq, po. Kur hap listën e bisedave në Instagram. A peshe që je offline? Është chati. A peshe që je offline, se e vlerësimi jure ole. Unë e foli për lisa, ti përgjigjesh për lisa. Një pyetje do t'jap. Çfarë mendim që ta kom dhënë? Kur hap listën e bisedave në Instagram. Për çfarë e krejt? Apo fjala chat, çfarë do thotë në shqip? Chati në Instagram. Kur dikush të dërgon një mesazh, ti edhe po mos ja kthesh mesazhin, është hap një bisedë në Instagram. S'është hap. Po është hap pra një chat. Është tendencë për bisedë. Unë po flas gana teknike Instagramit. Është tendencë, zemra jeme, një njëri kur e jep i prina thona, edhe s'kthehet pe onës teme. Në Instagram, kur futesh te inboxi, ai flasim anglisht. Në Instagram, kur futesh te inboxi. Oj, zemër. Kur të dërgon dikush një zemër, a hapet një chat i ri? Hapet për to, po jo për mu. Po edhe te ty ka ardhur. Hapet. 3-4 ka shkruar blok edhe u kry. Unë se kam as Francë. Unë nuk kam as Francë. Në bazë teknike ekziston aty chati. Bisedë, fjolla bisedë. Okej, ti chati është bisedë. Jo, zamrame, momenti që s'kthem përgjigje nuk është bisedë. Chati shfrytëzohet për bisedë. Apo flisim për Instagramin. Nuk jam e përfshime. Nuk jam e përfshime. Është hapur një bisedë që ti nuk i ke kthy përgjigje aty, po e ka hapur ai një bisedë me ty në Instagram, edhe pse ti s'ja ke kthy. Tendencë për bisedë, nëse e bashkangjitet edhe fjalën. Tendencë është diçka tjetër, ama keni bu, keni bu bisedë. Tjetër është gjua të them, keni bu fizikisht bisedë. Që në momenti që në Instagram dikush të dërgon ty një fjalë, ai hap një bisedë me ty. Ai akthen ti as akthen ti është muhabet tjetër. Që është orë dhe ka bo një fotografi me mu dhe ka përdor. Qatë fotografi? Aja s'ka net me mu. I thekta gjëra, s'na interesojnë informacione nga jashtë. Së është kërgjos ajo lidhët me qitë format lidhët? Nuk lidhët, së është informacion nga jashtë. Aja ka përfshi bigon. Aja ka përfshi bigon. Ore, letë përfshini që doni ju jashtë, këtu nuk përmenden ata gjëra, janë informacione nga jashtë. Dhe ajo që mdodi mu ma të ishte këtu mbrënda, dhe fola për gjëra që ka ndodhë këtu mbrënda. Pse pi rikthen gjonat që unë i kom përmbyll? Po ti riktheve, se ti e krasove rasin tënë me rasin tim. Po unë e thash, mirë që e ke provu, mirë që ke provu, e ma beson muë, se mu në keshti me kërku falje. Po unë prapë në është asë dyshojt, unë prapë në dyshojt e ty. Mu në keshti me kërku falje, pa e ditë kështë është kaktare. Unë prapë dyshojt ajo që të ti. Dush me kun dëshimtar, po së më pengon, ti dushon a ditë. Mu nuk më pengon heq. Për mendimin tim falje kërkohet kur akuzon dikë për informacione nga jashtë. Dush me kun dëshimtare për me ditë cilë fajtori për me thonë kërko falje. Po, prandaj dyshojt. Jo orë më ke thonë mu kërkoj falje atina, po si kërkoj falje. Falje që akuzon dikë me informacione nga jashtë. Si kërkoj falje. Personi dëmtuar jëm kun unë. Apo ragoni ju shtu mrena, apo ragoni ju mrena që të kërë ka thonë për gjërat që ndodhin brënda. E me mu e nga njës pe jashtit për me orderi që to e. E mu së më ka mundësia mu taku me to. Me gjëra nga brënda. Së më ka mundësia mu taku me to dhe ju mush për një mujë gjithë edhe ja kom dhonë hapën. Ti bëj qarë dush. Po për stilin tim është hakmarje. Qarë hakmarje? Së është hakmarje ku në veç të ceko. Shkurta është hakmarje. Unë e veç akom cek, unë si kom bukur gjo. Unë e veç akom cek.
Jo, Mario, është mënyra kur ti numëron gabimet e një njeri, kjo ka të bëjë drejtësi, kur kërkon drejtësi për veten tone. Po kur ja bëjnë të njëjtin veprim që am gabuaj mu, atëherë quhet akmarrje. Shkurta, ja ke bën në formë sulmi. Jo, s'është sulm. Po. Kjo është drejtësi, se kjo më ka përdor mua. Këtu me informacione nga jashtë, unë prap dyshoj që mund t'jetë e vërtet, s'është nga jashtë. Unë për çka tentova me përmen emrin? Për çka tentova me përmen emrin edhe nuk lanë me përmen emrin? Qa taksirati kemi ne, juve të flisti të vazhdoni gjëra nga jashtë. Shqyqyr që e provove edhe vetë e ma besën mua. Po pse tu shqyqyr? Shqyqyr që e provove edhe vetë. Po s'm pengon, ti dushon atë ditë, po s'm pengon mua. Po prap dyshoj. Po s'm pengon. Po pse tu shqyqyr që ndodhi edhe ty? Jo, është mirë se ma besën mua. Jo, ma besën mua. Jo, po prap nuk ta besoj. Pse tu se ta besoj? E pse pro qite murin drejtim tina? Se është diçka që më ndodhi mu, jo ty. Se që to që unë e hëngrën shumica. E hëngrën shumica. O shkurta, unë prap nuk të besoj atë që the ti s'është informacion nga jashtë. Po s'm pengon. Po pse thu fjalën që po të besoj ty? Fjalët e mia dolën. Nuk po të besoj. Fjalët e mia dolën. Jo, nuk e di ma kanë dalë fjalët e tuja. Dolën, zemra jam. Nuk e di. Dolën. Me informacione nga jashtë shkurta të lutem jo. Se unë të kom kallëzu, unë pe momentit parë, do më thonën çfarë njeriu çka ka bëu me mua. Edhe çaja që më ndodhi mua, me informacione nga jashtë. Edhe juve informacione nga mos të tonë ka jashtë. Mu këtu ndodhi, mos gënjetani të unë. Ti ja ke qitë murin se e din qatë pret. Ti ja ke qitë murin se e din qatë pret. Po, për gjëra që ndodhe dhe unë e di tendencën dhe ja presë, është e drejta ime. Qata që ja din tendencën, e ki frigën, e ke ndërtu dhe murin. Është frikë. Unë se kum qitë murin, unë e di qëfar njeri jo. Unë e strategi kum dru, kasetën e kum rëtullu, unë nuk dua të ndodhe, dhe unë nuk kam dërmen për famë dhe për audiencë, bashkohem me një njeri, bëj lojra dhe bëj gjëra, thjesht dua të kem kontakt. Nërsa ju që përshafojni me njërës që ofendoni njëri tjetrin, është mua bet tjetër. Qka të kom ofendune? Po ti me labin pra. Qka të kom ofendune me labin? Unë se kom shti labin ty më da bota. Ju të dy. Unë nuk jam më robot kur kuna mja programu guen qka flet. Edhe prekenin moral, edhe përshafojni njëri me tjetrin. Po ti e ke prek atën moral. Qka kom prek moralën e? Po pra e preke. Veprimin a ka po drejtimi e? Jashtë. A ka po veprimin? Jashtë. Unë e veç i kom citu fjallët edhe veprat e ti. Jashtë në rase ka bërë. Për mu është ju tani more edhe akuzoni njëri tjetrin. Për mu more edhe qaj që i bën veprën. Amo jone që e flasë realitetin. Edhe bëni lojra bashkë njëri me tjetrin për audiencë dhe për famë. As edhe 1% për onës teme. Unë e kom citu fjallët e tina edhe veprimet e tina drejtimit. Ti the burr me fmi, më dërgo mua zemra në mënyrin direkte prek moralin. Preket moralin? Ja preke moralin. Veprimet e tina, unë s'jap llogari për veprimet e tina. Po pra ja përmejtë moralin, me informacione nga jashtë, nuk e di e ta është e vërtet. Ndërsa i gjërat që i ka bërë këtu, dhe çdo kush gjërat që i bën këtu janë me dëshmi. Mos muri edhe ballafaqoho. Jo, nuk dua. Mos muri edhe ballafaqoho. Nuk dua. Muri mos shit edhe ballafaqoho. Nuk dua. Se pedin çat pret. Nuk dua. Pedin prej onës tina çka të pret. Nuk dua. Unë si kum bën njëri gjallë, ngom çfarë them. Dhe ti të mendosh se un kam frikë atë. Asnjë njeri se kum prek moral. Se ti paske që na shafër me mua. Asnjë njeri se kum prek karakter. Se ka kuptu, që unë nuk kam frikë fjalë të dyta. Dhe në rast se është e drejta ime, që unë mos afroj një njeri që është një njeri që nuk dua ta kem në afrimitet fizik, është e drejta ime. Po kjo nuk do të thotë që unë e ka frikë ta ballafaqoj atë njeri, se mbi mua është vetëm Zoti shkurta. Edhe drejta jamja është të lutem shumë. Edhe drejta jamja është me kërku drejtësi. Një opinion është gabuar dhe ti e the edhe opinioni si e tha shumica, që Alba pas ka frikë ndoshta të ballafaqohet. Në rast se ti, jo Beni të lutem. Në rast se ti, po ja privaton dhe unë për audiencë dhe për famë nuk afrohem atë njeri. Në rast se unë dua, bëj shumë debate me atë. Mirë po unë nuk pranoj të bëj debate me atë, sepse nuk kam dërmen të kryoj audiencë me një njeri që ja kuptoj tendencat. Në rast se ju keni pa qëndrueshmëri karakteriale dhe shisni personalitetin tuaj këtu, për famë edhe për lek, më vjen keq, mua mos më thuj. Na nuk kena kosh. Po, e ke shit vetën për famë edhe për lek, personalitetin këtu. Është shumë e vërtet. Kjo more. Se për audiencë edhe për famë, fjolla me shit është turp. Te krijesa njeri me qit fjallën shqitje, për mu personalisht është turp. Ke shit personalitetin për famë edhe për lek. Ajo me ndimi jut. Ke shit personalitetin për famë edhe për lek. Personalitetin nuk e shes. Po nëse si e për formë që Personalitetin nuk e shes. Nëse si e për formë që ku dira. Personalitetin nuk e shes.
breme. Ju e keni shit personalitetin. Ajo që aprish Sa ti ratin të njeriu që kombe. janë kohani, Ti je ajo që aprish ratin të kombe. Ati njeriu që janë kohani, ja pres kombët. Mas pori fjolla shitje. Te kresa se për njerëz do të çmimin e ekzistu. Big Brotherit, Njeriu njët fitohet, por nuk shit shitet. personaliteti se për Vjen çmimin e keq, Big vjen Brotherit, keq. për çafoni, njeriu që fjala, Atë kom përqafu në lavdere peka ty? në moral. Atë kom përqafu? Fakti që ja pranon bisedat, Benit, a kom përqafu fakti në që ja bën lojrat, lojrat, a kom është përqafu në përqafim loje. A kom përqafu në nërë? Fakti që bashkëbisedon, fakti që ti e kom dëshimtore, sa kom lujtën e. fakti që qeshën, është përqafim loje. Edhe ti me muje për lojë dhe je përqafue. Juve shisni personalitetin, ama nuk jena prek familjen. A je fals? A nuk jena prek familjen? Jena prek Pa familjen? e fjollën shitje, edhe apet vjenë unë përqafën. Po, pra se jeni prek familje. Jeni prek familje. Jeni prek në moral. Keni bo viktimizimin e madh. Skam kur gjotë bëj me viktimizim. Ne të dyja kemi bo viktimizim të madh njëra ndaj tjetrës. Unë jam personi që e ngris zonin edhe sun tremët qërpigo eq. O shkurta të lutem. Edhe s'ka të bëj bashkisht kur gjotë me viktimizim. E bën të madhe, shani ofendoni dhe pra përqafoni njëri me tjetrin në lojë. Se po thuet ti tash nësone për lona për një sen, duhet 3 mujtit vish për një sen mu për loa? Jo, se thash këto. Po ti po thuet që to? Qka e përkraj? Po, bashkëbisedime, qeshjet, lojrat, gjërat. Se busqeshja po thue, s'ko busqeshja Po që ju rini gati në sto bashkë tani. Si ka mundësi? Aj vjen të une. Ti ja ke prej familje, aj po thot që të ofendu gruan time. Ti e prek në morale quan burë të pamoralshëm. Si rini afer njëri me tjetrin. O zemra jeme, une kom cek veprimin e ti. Amo une kom komentu. E ke ofendu me të madhe dhe ti e ndjerë aq të tension dhe nuk e qëra hatë. Tani shkurta, me informacione nga jashtë. O ma e furta këti bigut. Tani, o mos qëtë murë, mua më ndodhe gjithçka këtu dhe i preva këmbë. Njëri murë ti qëtë veç për më mbrojt. Në asë një moment nuk ja kam zjatë më bisedat fare. O diamant. Sepse unë nuk e shes parimin time dhe personalitetin time dhe fjallën time për let dhe për fam. A dite që nisi a i debatin këtu në largova. Për çka jeti? A je për fam? Personalitetin tim ta të regojmë. Për çka jeti këto? Personalitetin tim. Nëse si e për fam se i bërë që to personalitet. Vish me nuk konë e shesun personalitetin tim. Oj vëmendje. Po kështu jam edhe jetën e përditshme nga smoj njerëzit. Ton jën këtu për fam. Ton jën këtu për fam. Ama ju e shitët vetën për fam. O zemra, nëse na shesëm e shetë dhe ti. Nëse na shesëm e shetë dhe ti. Nëse shesëm na e shetë dhe ti. Unë jam me personalitetin tim. Ti je ajo që ngacmon edhe prek edhe bën. Unë jam me personalitetin tim.